shumë platforma tashmë ka dhe sa demaskohet një platformë del tjetra me një dizajn pak më ndryshe, me një ide pak më ndryshe, sa produkte ushqimore, sa produkte elektrike, dhe do më thonë edhe në Kosovë shpesh një popullata është prej këtyre skemave. Në veçanti që ka është mirë me theksu, sidomos për këtij mediumi fetar, që shfrytëzohet fetaria e njerëzve. Ndoshta ndonjëherë nëpërmjet figurave. Keq përdoret realisht. Ndoshta nga padia, sepse me të vërtetë në shikim të jashtëm, unë kam pasur edhe biseda me kolegët mi, që nuk më ishin me u bind pse ndalume, krejt në rregull është biznes, tregti, blen, qet, fitim, qera. Ajo është me të vërtetë e kamufluar aq bukur, por realiteti është se nuk ka as produkt, as shërbim. Po fitoj njerëzit, po marrin, e vërtetë, se njerëzit investojnë, ai fut 200, 300, 1000, 10.000, dhe tjetri fut 100, 200, 3000 e tjera, dhe prej shumave që mbledhen, ai dikujt I jep fitim që tërheq, po jo të gjithë njerëzit tërheqin fitim. Dhe normalisht që ka një buxhet të mjaftueshëm me I dhënë kënaqësi njerëzve se janë duke fitu. Realisht ata janë duke nxjerr parët e tyre dhe për te parave të tyre, investimit që bëjnë, parat e të tjerëve. Duke ditë se jo të gjithë I tërheqin. Nëse të gjithë kishin me I tërheq parat, aty me njëherë del error, mbyllet platforma. Prandaj duhet me pas shumë kujdes, në veçanti në kohën e sotme dhe me anë të kriptovalutave që është pak më vështirë pastaj për shtetin dhe policinë financiare me ndjek, do me thonë janë duke shfrytzuar terrenin për t'i mashtruar njerëzit. Prandaj duhet me pas shumë kujdes.